Sa i përket situatës në territorin e Bashkisë të Lushnjit gjatë 24 orëve, nga infot e marra nga IGEU dhe SHMU-ja, Bashkia e Lushnjit ka marrë masat paraprake për t'i bërë ballë situatave që mund ndeshet nga sasia e rreshjeve që mund të bien për këto ditë. Pikë pari u organizua takim me kryetarin e bashkisë dhe me drejtorat përkatës të linjës për mobilizimin e aseteve të burimeve njerëzore, por jo vetëm, edhe asetet logjistike që bashkia disponon për të ardhur në ndihmë të komunitetit për situatat që mund të krijohen. Megjithatë, aktualisht për këto 24 orë, sasia e rreshjeve që ka rënë nuk është se ka krijuar problematika në komunitet, në gjithë, domethënë territorin e bashkisë, si në qytet ashtu edhe në gjitha njësitë administrative. Për këtë, strukturat e mbrojtjes civile kanë dhënë urdhër të gjitha njësive administrative që të bëhet monitorimi i situatës 24/7. Për këtë është bërë dhe një njoftim për sa i përket të numrave të kontaktit, të policisë, të zjarfikses, pse jo dhe 2 numrat e kontaktit të drejtorit të MZSH-s të zjarfikses dhe përgjegjësit sektorit të mbrojtjes civile, detyrë të cilën e kryej unë. A është i gatshme të gjitha strukturat që ka institucioni i bashkisë nëse 24 orët e ardhshme do të kenë problematik në qytetin e Lushnjës, si e shpjegoni këtë? Prandaj tash paraprakisht që ne kemi marrë gjitha masat falë dhe njoftimit të hershëm, kështu që gjitha strukturat e mbrojtjes civile dhe të tjerët që janë aktorë dhe faktorë për përballimin e situatave emergjente që mund të krijohen nga sasia e rreshjeve që mund të bien edhe në vazhdim për 24 orët e ardhshme, kanë marrë gjitha masat e nevojshme për t'i ardhur në ndihmë komunitetit, pse jo pastaj për t'i paraprirë edhe situatave të kritike që mund të krijohen në territorin e Bashkisë së Lushnjit. A janë sigurt të digat në Bashkinë Lushnjë, sidomos në rezervuar? Për sa i përket edhe digave me sasinë e rreshjeve që ka rënë aktualisht, mendoj se nuk përbën rrezik eminent për çarjen ose për shkarje të ndryshme rrëshqitje të masive të dheut, por gjithsesi edhe për këtë problem ne kemi marrë masa me anë të sistemit lajmërimit të errëshëm për t'i paraprirë kësaj problematike, që mos të bëhen shqetësim për komunitetin. Lushnja ka dhe një zonë kodrinore. Si është situata e rrugëve deri më tani? Aktualisht që flasim, situata e rrugëve edhe në pjesën e Darsisë në zonën kodrinore, njësitë administrative Zgjoka i Ballagat, paraqitet normale, domethënë nuk ka pasur shqetësime aktualisht, edhe nga kontaktet që kemi pasur me drejtuesit e njësive administrative, pse jo dhe specialistët e mbrojtjes civile që operojnë në këto njësi. Kështu që ne do të jemi në monitorim të vazhdueshëm dhe do ta ndiqim hap pas hapi zhvillimin e situatës. Faleminderit. Faleminderit ju.